diku rreth një muaj më para se të shpallet pavarësia e Kosovës, kemi rënë kontakt me Muzeun e Londrës, respektivisht me drejtorin e Muzeut të Londrës, Jack Lohman, i cili ka qenë pjesë përbërëse e disa projekteve të Muzeut të Kosovës, po edhe ne, po ashtu të Muzeut të Londrës, dhe me kërkesën time që të na uzoj së bashku me Departamentin e Konservimit, lidhur me çfarë materiale do duhet të përdorim që të kemi një eksponat pastaj me vlerë të jashtëzakonshme për Kosovën dhe për këtë momentum që i gjindi Kosova në atë kohë, pra, para shpalljes së pavarësisë. Ai së bashku me ekipin e tij na ka dhënë mjaft ndihmë në këtë aspekt, duke sugjeruar fillimisht me çfarë materiale, se ende nuk e dishim që realisht nuk e kisha marrë vendimin ende në çfarë materiale do duhet të prezantohej deklarata pavarësie, kështu që kemi pasur disa versione, të cilat kanë ardhur si rezultati i sugjerimeve të Departamentit të Konservimit të Muzeut të Londrës, që të prezantohen në materiale jo acidore, pra në letër të veçanta, apo në letër organike, pra të karakterive organike, në parchment, që është në pergamen, me që i plotëson më shumë kushteve në aspektin e trashëgimisë, në aspektin e ruajtjes si trashëgimi kulturore dhe veçanërive të kushteve klimatikeve që ka Kosova, pra. Dhe për shkak të në aspektin stilistik paraqitjes dhe veçorive tjera, kemi marrë vendim pastaj që të shkruhet në pergamen. Në këtë rast, kam shfrytzuar lidhjet personale që kam pasur sigurisht me motrën e kam në Britaninë e Madhe, Dardane Hadrin, të cilën e kam angazhuar që të materialet e tilla të cilat i kemi marrë, apo stafat i kemi blerë në atë kohë, ato janë marrë si duhet në formën më të mirë, dhe më vonë vajza e saj, Anyla, bashkë në atë kohë, 2 ditë para se më shpalljes së pavarësisë, i ka sjellë materialet në Kosovë, edhe kështu ka qenë një farë lloj rrugtimi i ardhes së materialeve dhe pastaj edhe realizimi më vonë edhe në praktiki i mishërimit këtij dimensioni, kësaj ideje, pra, në shkrimin e deklaratën e pavarësisë së Kosovës.